Raftet e Argjentarisë u zbrazën gjatë natës. E pronarët këtë e kuptuan vetëm mëngjesin e së hënës. Për këtë me njëherë njoftuan organet e rendit. Me të arritur policia në vend ngjarje u kuptua se kjo argjendari në rrugën Hakim Ramadani në Prishtinë ishte caki një grabitje. Por mënyra se si u grabit lokali i tyre ka lënë të habitur pronarët. Keri mirë, diçka për matë mirë. Besa sekuriti, shumë pore më lidhë, shumë tyra merë për na për lagje, na për lokale, na për krejt, edhe ka njerë kërë harrojme alarmin qutë, thirë për 5 minuta. Do më në bo vjedhja, as ka ardha, as ka këshyra, as ka thira, se që. Argjentaria është e pajisur me kamerat të sigurisë, por grabitësit dyshohet që shpuan murin e brendshëm për të arritur deri tek ari. E sasia e vjedhur po dyshohet të jetë e madhe. Kjo bëri që në vendngjarje të shihen edhe ekipet e forenzikës, por rastet e tilla në këtë pjesë të qytetit duket nuk janë të rralla. Sot kam vjedhur te një koqi atje, po do të më vetëm mbroj, do më policia institucione do të më morë masa ma shumë. E në policinë e Kosovës rasti po cilësohet si vjedhje e rëndë. Sot rreth orës 10 kemi pranuar informacion për një rast vjedhje e rëndë që ka ndodhur në një lokal në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë. Zyrtarët nga njësiti e hetimeve të përgjithshme Prishtinë në koordinim të plotë me prokurorinë janë duke punuar për zbardhjen e rastit si dhe identifikimin e personave të dyshuar. Në fund, shiritat e sigurisë u hoqën nga vendi i ngjarjes, por lokali mbeti mbyllur për klientët.